Është e vështirë hoqë kur një njeri dëmtuar me ndonë me falë t'i kanë, për shembull, me pa çdo ditë një person që i ka bojë jashtëzakonisht shumë dëm. Është interesant kjo çështje sepse ne jemi njerëz dhe e dim çka do me thonë më u lëndu. Mi po shkalla më e lartë e burrnisë është falja. Virtyti më i lartë që mund ta posedon njeriu është falja. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. Për këtë arsye vlerësohet fort te Zoti i Madhreshëm. Se jo çdo kush e bën faljen. Jo çdo kush mund me kalu veten, me te kalu situatën, me thonë po ta fali për i Zotit Madhreshëm. Dhe ku kemi fjalën këtu te falja, në Kur'an janë përmend dy lloje të faljes. Një lloj faljes është përmend në Kur'an që njeriu e fal, por e ka vështirë me harru dhimbjen. Dhe lloji i dytë, shkalla më e lartë e faljes është kur njeriu e fal dhe ja ka harru dhimbjen. Farës i bën përshtypje madhe kur nuk e përmend që për shembull kim ka lënduar se kështu me radhë. Më lejoni t'ja them një çështje. Më së shumti që ka psuar në jetën e botë ka qenë pejgamberi alayhis salam. Dhe më së shumti që ka falë situata më të vështira të mundshme ka qenë pejgamberi alayhis salam. Dhe shumë interesant kjo meselë. Pse kështu? Sepse ai është dërguar model me i tregu njerëzve se cili është modeli i duhur i kësaj bote. Ai ka qenë pushtetar i madh. E ka pas edhe akmarrën dorë kur ka dash me ba, kur se ka ba akmarrën. Historia dëshmon se edhe kur është ataku në aspektin personal, edhe në aspektin familjar, edhe kur është cenu integriteti, gjithmonë pejgamberi me ka zgjedh faljen. Sepse ka ardhur model me tregu njerëzve se edhe nëse sprovuosh si njëri mirë ose si njëri fuqishëm, falja është opcion. Për këtë arsye Zoti i Madhreshëm ka garantuar xhennet në botën e përjetshme për ata të cilët falin në jetën e kësaj bote dhe ne duhet ta promovojmë faljen. Ju tha që është burrni shumë e madhe me fal, hoq, por në një shoqëri ku ne jetojmë, ne e dim shpesh që nëse fal diçka, vazhdimisht vijnë fjalë, unë me kohën si ti nuk i kisha fal. Pikërisht vjen nga rrethi më i ngushtë dhe më pas njeriu ndikohet nga kjo gjë dhe fillon edhe dyshon me veten e vet, fillon edhe ndoshta shpesh ka turp me dal në rrugë, ka turp me nejt me njerëz dhe kjo ndikon kogja shumë në emocionin e atij që fal. Fatkeqësisht jo vetëm te falja, po shumë gabime që bën këtë jetë vinë si pasojë e nxitjes ndaj shoqërisë. Do me thonë, një shoqëri jo e përgatitur mirë, shpesh herë penalizon edhe njërin e devotshëm, edhe njërin e sinqert, sepse e frymëzon gabimisht e nxit për gjëra të këqija, në vend se ta lavdëron, ta përkrah në gjërat e mira, në falje, në arrjes ku e diçka, ata e bëjnë të kundërtën. Dhe sot e kësaj dite ekzistojnë njerëz të tillë, dashakeqës, të cilët dëshirojnë me një farë forme të mbijetojnë në situata mbi kurrizën e tjetrit. Por individi, nëse don me tekalu këtë situatë, shpesh herë duhet kriteri mbi cilën niset, duhet me qenë lidhja me Zotin e Madhreshëm. Dhe me thonë mirë, unë e fali këtë çështje pavarësisht se rrethi më penalizon. E fali sepse ai i cili ka fatin e jetës më dorë Zoti i Madhreshëm. Ai i cili e din të ardhmen është Zoti i Madhreshëm. Ai i cili ka garantuar se unë do të kaloj në për rrugë të mira të jetës, nëse fali është Zoti i Madhreshëm. Dhe këta nuk dinë për të ardhmen asgjë. Unë e fali për hit Allahut Azza wa Jall, e kalon me një farë forme veten, familjen, shoqërinë dhe del direkt te Zoti i Madhreshëm. Sepse shpesh herë në jetën se bote shohim njerëz të cilët nga prizmi i të keqës ja dekapitulojnë fatin e tjetrit, duke nxit në rrugë të gabuar dhe harrojnë se ai i cili përjeton të keqen kemi kanë individi. Për shembull, në situata të tilla nëse me një farë forme të kanë nxit shoqëria për keq, kush i bën pasojat? Nëse e kryen një vepër të keqen, unë e kryj. Nuk i kryen, domethënë, shoqëria, kur kush vjen me ty më përball me të keqen. Pra njëri i mëshëm, racional, qetësohet, e sheh që ka ndodhur vepra, është bërë pa drejtësi e madhe, mirë po ai kërkon mbështetjen e Zotit të Madhreshëm dhe ndjek rrugën e cila i sjell dobi, sepse edhe studimet kaluara në tashmen kanë dëshmuar se emocionalisht, edhe shpirtërisht, edhe moralisht fiton falsi ju hakmarrsi. Dhe këtë ka garantuar Zoti i Madhreshëm. Dhe pyetni në për statistika njerëz të cilët kanë shkuar drejt hakmarrës se si u ka kthyer jeta në bumerang. Do të thonë edhe kjo ka ndikim drejt për drejt në jetën e përditshme. Drejt për drejti. Bilëm Kurani shërën atë aspektin emocional shumë mirë. Si çfarë do të? A di çka do të thonë ti meja mu shkarku prej një bare të keqe. Për një ngarkese që ty të pengon jetën e përditshme. Edhe ti për një moment merr një abdes, i fal 2 rekate namaz, o Allah. Ti e din plagët e zemrës tënde.
ti e din në çfarë situate jam. Dhe vetëm ti e menaxhon shpirtin tim, ndërgjegjen tim. Unë kam vendosur me falë se ti më ke thënë për fali. E kam vështirë, po ja po të mbështet në tyje. Dhe e dini që Zoti i Madhërisht ka garantuar për këtë person që do t'i çelën porët e jetës, rrugët e jetës, dhe do të arrijë në pedestale më të larta të mundshme të jetës. Për shkak se ja ka lënë çështjen dorë Zotit të Madhërisht. Dhe me një farë shtiru, kjo është emocioni. Po nëse ndodhe kundërta, ti jeton non stop me barë, se do të hakmina, po më pengon, ku e diçka, ti vjeta kalon e ti nuk e shion jetën, sepse... I po zullon vetës, I po zullon vetës, je po peng e një çështje që ka ndash t'i lanë dorë Zotit të Madhërisht. Interum, a ka kufi falja në Islam? Në Islam falja ka kufi, veç sqarohemi në disa çështje. Në disa çështje në gjykatën islame nuk ndikon falja. Falja pastaj pendimi bëhet mes personit dhe Zotit Madhërisht. Mirë po ekzekutohet plani, ligji. Po. A në jetë kësaj bote, për shembull, që të ta shpjegoj edhe njerë që të kuptohemi për publikin. Në disa çështje në Islam, nëse çështja shkon në dorë të gjykatës, nuk ka gisht më as gjykatësi, as prokurori, as shteti. Ata veç kanë me zbatu Zoti që ka thonë. Librin e Zotit Madhërisht. Drejtësinë me çun vend. E pastaj personi që e pson tash goditjen, është mes tij dhe Zotit. A është penduar së vendi. Cilat janë këto çështje që do më thanë është drejt për drejt mes individit dhe Zotit, që nuk ka gisht as njeri, as gjykatë, as ashtu. Te drejtësia është Po, te drejtësia. Për shembull vrasja. Vrasja. Zoti na ruaj, nëse vrasja bëhet e qëllimshme, pa të drejtë, pa hak, edhe landa shkon në gjyq. Në gjyqin islam po flas. Po. Ma këtu nuk bën dobi falja më këtu. Falja është mes teje dhe Zotit. Nëse Zoti të fal. Po ai ka urdhëruar që të realizohet drejtësia, sepse ke marr shpirt në qafë, ke privu jetë, pra tu s'ka. Ndërsa në ligje tjera, në raste tjera, shembull, janë përlesh pak ku e diçka, dhe del në gjyq, dhe gjykatësi si thotë kështu, drejtësinë duhet me çunë vend. Po këtu ka një hapësirë, Allahu na thirr për falje. A është e mundshme që t'ja ban Allah të faljen, t'ja fal tina? Edhe ky person thotë po, për shembull, thotë po duhet me fal për Allah. Me vedije, me menjet, me qëllim të mirë, atë dhe gjykatësi realizon, shembull, i dëshirën e mirë të personit dhe bëhet model edhe për raste tjera. Pra në rastet penale, sepse nëse falesh në rastin penale, atëherë nuk ka drejtësi. Po. Për shembull, Zoti na ruaj, ka në shtëpi, ka mbyt njerin. E çka mi thon, pa hak në familje. Edhe drejtësia e shtetit mi thon, hajde po të fal me se është në rregull. Kjo pastaj nxitje për krime tjera. Për këtë arsye se kjo temë është e gjanë. Në aspektin juridik islam, në disa çështje nuk ka gisht as individi, as familja, as gjykatësi, as prokuria. Thjesht ato janë të thirrur për ta çuar drejtsinë e vet, pavarësisht emocionit. Duhet ta zbatojnë ligjin e Allahut azza wa jall. Në raste të tjera normal kërkohet falje, edhe nxitet për falje, për një bisedë mirë mes vetë, për një marrëveshje të bukur, t'ia lënë Zotit në dorë të ardhmen.